kemi prit një zgjidhje për shkak se neve efektin nuk e kemi direkt në kufit me ta, po kemi gjithmonë tranzitet për mes veneve, ku edhe janë blokad venet që po ndirim të momente që po flasëm. Jemi mundu me shprej edhe në bazë të njësë edhe prej shoqatës tonë edhe për mesodës ekonomike me shprej një keqardhje për ato që do të ndodhë edhe me neve, po rrëthina ka marrë një hap pak ma shpejt për shkak se ata janë përballë me problemin ma herët se na. Na po besoj që do të kemi edhe pjesë e kësaj të bazu në zgjidhje nëse do t'ju bëjë zgjidhje veneve të rajonit. Domethënë nikosisht do të bëjë zgjidhje për pjesën tonë, qoftë për Kosovën e Shqipërinë që jena dy vende që si në pjesë masë. Ju e përmendet që po solidarizoheni me ta, por që realisht nuk jeni bashkuar kësaj. Pse? Për shkak se na nuk kem direkt të efektin, se kur është propozu për mbylljen e kufeve për bashkimin evropian. Në bazë shoqata kanë vendosur edhe me vu edhe blokada për gjitha pikat ku ata lidhen me shtetet rajone. Në farë forme janë bloku pjesë ku ndoshta kishëm pas mundësi me kalu, po ata e kanë pa të arsyeshme që duhet mu bloku ato pikë, për shkak interesa dhe kërkesa të tyre individuale. Kështu që ne si vend jemi një vend tranzit që shfrytëzojnë shumicën e vendeve tyre, i shfrytëzojnë tranzit. Ne s'na është mbet tjetër veç me pa një vendim që do të marrë dhe Bashkimit Evropian për këto vendet, e nikosisht jemi edhe në